Vjen për të promovuar linjën falës të denoncimit të trafikimit të qenieve njerëzore. Por fjalimi që mban në duar i drejtohet më së shumti sistemit të drejtësisë, të cilin e krahason me Lazaratin. Por ka një Lazarat tjetër shumë më të shtrirë në të gjithë territorin, me një pandëshkueshmëri që ja ka garantuar vetes, dhe ky është sistemi ynë i drejtësisë. Ky është Lazarati real dhe Lazarati më i rrezikshëm që kërcënon çdo ditë ekonominë, shoqërinë dhe jetën e njerëzve tanë. Është i ashpër ndaj prokurorisë dhe veçanërisht gjyqtarëve, që i bën bashkëfajtor për krimet që po ndodhin çdo ditë në rrugët e Shqipërisë. Nuk mund që në ombrellën apo me flamurin e pavarësisë në dorë këta gjykatës t'ju marrin jetën njerëzve të pafajshëm. Janë bashkëfajtor dhe janë bashkëvrasës sa herë që një njeri i pafajshëm humbet jetën dhe sa herë që një vajzë trafikohet apo dhunohet nga trafikant që nuk e kanë për herë të parë dhe që janë aty thjesht dhe vetëm fal këtyre gjykatësve. Dhe duke ju rikthyer Lazaratit, kryeministri premtoi se nuk do të ketë më asnjë metër katror të vendit që do të jetë i palikshëm dhe asnjë gjykatës apo prokuror të korruptuar që merr jetë njerëzish. Është e kotë që ne të shohim gishtin kur gishti tregon hënën. Dhe njësoj siç është e domosdoshme që edhe Lazarati i vogël të vendoset nën rendin ligjor, është ende më e domosdoshme që ky Lazarati i shtrirë nga të katër anët që nuk mbjell kanabis, po mbjell pasiguri dhe terror, duke bashkëpunuar dhe duke marrë para dhe duke lëshuar rrugëve kriminal që mezi kapen dhe mezi çohen përpara drejtësisë, të shpartallohet, të shkallmohet dhe të zbrapset një herë e mirë nga ky vend që e ka marrë peng dhe që po i merr frymë. Këto shuplaka për sistemin e drejtësisë, kryeministri i bëri gjatë prezantimit të linjës falas 116006, raporto dhe shpëto, si dhe aplikacionin raporto dhe shpëto për denoncimin e rasteve të trafikimit të qenieve njerëzore.